jemi me energji se sa kemi filluar dhe do thoni ju pse ju shtuar energjia më shumë. Po e dini ju kush erdhi? Se mungon e dikush. Po Ina, ka ardhi Ina. Ina, po ku je Ina? Ja, kështu erdhe, mos kisha ardhur fare sot. Po jam pse mos kisha ardhur? Po mos hajde. Se si mori malli juve? Po jo kështu është kur zgjidhni në fillim mos hajt fare. Ku ishe që s'erdhe? Më mirë vonë se kur thon. Ku ishe që s'erdhe? Një perl me Dea, domethënë thoshte gjatë gjithë kohës, hajde nisim që mos vihet. Hajde nisim. Po. Është e vërtet, po ti ku ishe? Mund ta di unë? Jo, priti Ç'çën ta thoshte s'kemi ç'e duam. Ore, ka ardhur pa make-up. Ka ardhur me bluzat e gjerë. Është gjithë ky make-up. Ka ardhur me bluzat e gjerë, bluzë shunash. Ku ke qenë ti? Tani do të nxjerri ku ke qenë ti. Moj unë shtëpi time kam qenë po. Me kë? Puna. Ç'shtëpi me bluzat e gjëra kështu. Tash kjo Pse bluza vonove sot? Kjo bluza ta nxjerrim nga gjithë Unë dua të ndaj një sekret me ju. Ina aty mbrapa ishte shumë e prekur kur erdhi. O gocë, po ne jemi live. Ti di që ke një emision live. E kupton? Dhe ti nuk vjen në kohë. Çfarë do të thotë kjo? Ina, kush ta ka thyer? Nuk ma ka thyer. Po pse ishe mërzitur? Pri të shpjegohet. Probleme familjare. Macja nga dritarja. Edhe mund të ndodhin në shtëpi. Macja nga tapeti në shesh edhe u vra. Na thuaj çikina. Nga tapeti në shesh. Nuk super. Ma ka marr mua. Unë mendoj ta lëm këtë pjesën time sepse unë u vonova, po sa e përgatitur ka shumë të fillonim direkte me temën, se vetëm për këtë temë. Di ke dhe temën, ë? Patjetër që e di dhe temën. Ka dhe përgatitur. Patjetër, gjithmonë jam e përgatitur. Prandaj vonoj që ti je më e përgatitur se ne. Me Dea ta mendosh mirë herë tjetër kur të fillojmë pa Inën. Vetë ora shpirt, jemi live, kemi njerëz që enjoying. Storyt e Instagramit janë më interesante se jeta ime. Tani vajza, të kanë informuar këto ty. Jeta ime në fakt është më interesante se storyt e Instagramit tim. Është vërtet. Se merr Robi 200 lule dhe si poston. Edhe më jep mua. Unë pres dhe e biri botës vjen me sjellina lulet. Çfarë bëj unë? Për zotin, në qoftë se unë do kisha filluar dhe të tregoja çdo gjë që ndodhte në jetën time, në storyt e mia të Instagramit, në reelsat e mi, në postat e mi, në TikToket e mia, më besoni që do isha shumë e famshme për dramat e jetës. E mendon edhe për mua atë njëjtën gjë? E mendoj. E mendoj që do po të bëjë edhe dramat e mia në jetë. E mendoj për gjitha ne dhe jo vetëm, sepse ne gjithmonë përpiqemi të nxjerrim në Instagramin ton një pjesë tonën e cila nuk është aq e vërtet sa vetë. Ka shumë momente që ne jemi duke qarë, po ne do hedhim një story sepse nuk duam që filan fistekut mendoj që ne jemi keq. Po ti e di çfarë thot Desiana për mua? Amen. Më thot mua, merr vesh ndonjëherë kështu kur zihem unë me ndonjë person special të zemrës, e më thot mua, "Ha me Dea, fillo tani hidh video foto me ato këngët vajtuese." E kupton ti Desiana dyshon dhe mendon se unë gjendjen time emocionale kur zihem me zemrën time. Kjo është e vërtet që ti bën. Si është e vërtet, po? Kjo story në WhatsApp ajo. Po pat me diet me këngë me perda mare, të diet sekrete. Kush ndahet, unë nuk ndahem kur. Unë shumë jam martuar. Pas kush nuk e di. Jo, bëj shaka, shoqë. Ti do ishe parë që do e dije. Po o goca unë nuk e di, kam një kështu, unë dua të ndaj çdo gjë në Instagram, e di sa problem është kjo. Me thënë, jo dua të ndaj çdo gjë, po ndonjëherë dua që t'rregojmë shumë reale në Instagram. Është e njëjta gjë që mendoj dhe unë dhe dua shumë ta bëj dhe të filloj dhe të flas, sepse mendoj një gjë që mua mund të më ndodhi në jetën time, mund të ndodhi dhe një vajzë tjetër apo dhe një djalë tjetër, dhe unë dua që ky djalë apo vajza kur çofi atë postimin tim, të thotë vetëm. Po, shiko, pas ka dhe njerëz të tjerë dhe le të gjejnë veten në histori. Ama nga ana tjetër neve gjykohemi nëpër Instagram në një lloj mënyre, domethënë që më duket shumë e frikshme, sepse duhet gjykohet një njeri që po tregon diçka nga vetja e vet. Instagrami në fakt është shumë fasada. Për shembull, mua më vjen ndonjëherë të hedh në story atë gjellën që po aq ka bërë mami, për shembull, fasule. Po, dua ta hedh. Po hidhemi. Po kur ham forgjes bash atë postosh në Instagram. Në ana tjetër them, okay, po e hodha unë këtë gjë. Po njerëzit kanë bërë shkencë për këto muhabete që bëjmë ne. Ka disa studime në fakt që mbështesin idenë se storyt në rrjetet sociale shpesh krijojnë një version më tërheqës të jetës sonë se sa realiteti.
Dhe në fakt do doja sepse të gjitha ne e kemi ditur për këtë lloj studimi, kështu që Kristina do na e lexosh ti, na tregosh se cilat janë këto studime? Po patjetër. Tani studimi i parë është studimi i Cornell University 2024. Ky studim ka zbuluar se njerëzit, ky studim ka zbuluar se njerëzit shpesh krijojnë përshtypje të sakta për personalitetin e dikujt bazuar në postimet e tij në rrjetet sociale. Për shembull, përdorësit e Facebookut janë perceptuar si më të pasigurt dhe më të hapur se sa ata e shohin veten, duke treguar se ka një dallim midis asaj që postojmë dhe asaj që të tjerët perceptojnë. Okej, keni bërë ju goca në një studim, në fakt doja ta bëja pak më të thjeshtë. Unë kam bërë një studim. Di çfarë studimi kam bërë një studim që sa herë ndihem e lumtur, sa herë jam mirë, sa herë jam në marrëdhënie që mua më bëjnë të ndihem mirë dhe unë i postoj në Instagram. Studimi im është që mua më prishen. Bravo. Po, është e vërtetë, edhe mua më ka ndodhur. Imagjino kam qenë jo më larg se para një jave, kam qenë shumë e lumtur, vazhdoj të jem shumë e lumtur, jam shumë e plotësuar momentalisht me jetën time personale. Inshallah jo, po jo, mora celule unë i postova. Po si më motër, nuk bëra 24 orë më Ina. Patjetër. Plas si debati, është e sigurt. Plas si ka mundësi, më thënë për gjëra kotse, hajt kesh një mos përputhje me personin. Unë kuptuar asnjëherë këtë gjë që po të tregosh një gjë të bukur na vetja jote. Për 10 minuta është çdo gjë e prisur. Ndonjëherë është edhe pa dashje kjo pjesa e syrës, se ne cilësojmë sikur tjetër na e bëjmë me qëllim gjithmonë, edhe sikur e kanë me xili ose me inat apo kështu, po ndonjëherë është vetë personi që e ka të tillë, nuk është e thënë që gjithmonë është nga inati apo nuk. Nëse për të secali tregojnë më shumë për ne, apo jo, Ina, duhet të ketë një studim tjetër me sa diu. Është një studim që është bërë në MC Master University, mos gaboj, se e kam lexuar pak a shumë. Ky studim ka treguar se përdorimi i rrjeteve sociale ndikon në perceptimin e realitetit, veçanërisht në lidhje në imazhet e trupit dhe ndjenjat e pasigurisë. Përdorimi i shtuar i rrjeteve sociale mund të çojë në ndjenjat e pasigurisë. Dhe kjo është problemi. Vetbesimi jon ulet në televizi dhe nuk ka asnjë moment apo asnjë gjë që mund ta ngushëlloj dhe këto komentues nuk mendojnë në asnjë lloj momenti se çfarë po na bëjnë me komentet e tua pa lidhje. Kurse në 2025-ën, le të themi dhe studimi më i fundit që mund të jetë bërë në Irlandë, thonë se irlandezët po përdorin gjithnjë më shumë burime lajmesh të besueshme për të verifikuar storyt që shohin në rrjetet sociale. Kjo tregon një vetdije në rritje për dallimin midis realitetit dhe asaj që shohin online. Domethënë, që shërbejnë apo që shohin çfarë shfaqin. Po, është një sesi që është AI në këto momente. Domethënë e marrin shumë seriozisht këtë pjesën që shohin një story e përpunojnë në Irlandë për të parë sa është e vërtetë edhe është ajo që ne shprehim inteligjenca artificiale momentalisht në jetën tonë. Ajo më larg se diun bëra një postim i cili ishte dje pargjes ai çfarë ishte që ishte krijuar nga inteligjenca artificiale dhe do marr kohën time në fakt ta nxjerr si foto sepse realisht ishte një ndër fotot që ti e besoje se isha unë. Unë për shembull kam bërë atë me fëmijë. Ja. Më kanë vënë një fëmijë. Nëse do mundet kamera të ma fokusoj, kjo është fotoja ime. Po. Afroj pak më poshtë, na. I sekond ta gjejmë ku e kemi ja. Kjo si ti? Kjo nuk jam unë. Kjo është thjesht fytyra ime e vendosur. Mund ta shoh pak? Është totalisht reale. Domethënë, po dukesh sikur je ti. Ina me një fantazëm nga mbrapa. Po pra, dhe unë e bëra këtë, po thjesht u ka një fantazëm. Kjo këtu është një fantazëm. Po e di. Scary movie Ina. Vladimiria të mbrapa. Është shumë e thjeshtë që neve tani të gënjejmë për jetën tonë, domethënë gjithmonë përbëhet më e thjeshtë që neve tregojmë një jetë që ne nuk e kemi. Shumë e çuditshme. Dhe në fakt doja të filloj edhe t'ju pyesja, keni përdorur ndonjëherë rrjetet sociale për treguar një version të jetës tuaj që nuk është plotësisht i vërtetë? Ne e bëjmë çdo ditë. Realisht unë nëse do flisa për pjesën më shumë të shpenzimeve dhe këto, nuk e përdor për kamuflim ose për të tipit që shikoj se unë bëj ndonjë shpejtëzim aramëndës, si ndoshta se kam se njohim shumë njerëz, çunat marrin makinat e shokut borxh për të story. Po, është e vërtetë. E kupton? Okej, po keni ndjer ndonjëherë në xhelozi ose presion online për të bërë storyt e tua interesante apo më cool se sa jeta juaj reale? Nuk e di, unë mundohem të tregohem me vërtet realisht. Nuk e di. Mundohem se si perceptohet pastaj është gjë tjetër, se unë bëj nga ato videot pa make-up fare, bëj video që bëj make-up në makinë, i postoj direkt, bëj video që aty një ditë kam edhe një video që ha sultjash. Ku diun ne thënë? Unë mendoj të kalojmë një në publicitet dhe pastaj të flasim për këtë. Patjetër Desiana, patjetër. Të çmajmë edhe me Inën pak. Se sa erdhi. Publicitet.